Përshëndetje. Ku jemi këtu me parashikimin e datës 26, data 26 prill të 2026. Kemi të bëjmë shumë me diellin në dash që formon një gjashtkëndësh me Plutonin në ujor, një kënd që tregon mundësi. Mund të kemi shumë ndikime shumë pozitive. Të jemi më ndikues në qëllimet tona nëse tregojmë për kushtim dhe këmbgulje. Ndikojnë pozitivisht shenjat si janë dashi, luani, shigjetari, binjakët, peshorja dhe ujori të dhjetë parë ose ata që kanë ascendente në këto planete. Dhe kjo do të thotë ndryshime, kjo do të thotë mundësi në anën e shenjave dhe mundësi tek planetet ku ndodhen tek këto shenja. Kemi dy mundësi të arta. E para ka të bëjnë me takime, sepse kur kemi gjashtkëndsha janë shumë pozitiv dhe mundësi të arta që lidhet me ekonominë, lidhen me stabilizimin dhe ndryshimin e madh. Por pas se fillojmë parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, kjo ditë e enjte, unë ju rikujtoj edhe një herë për ju që interesoni për parashikime të detajuara, astrologu.al. Kemi pikërisht këtë faqen roz këtu, e shikoni dhe duke zgjedhur paketën tuaj, numrin përkatës të zgjedhjes së paketës, shkoni tek sekretaria, atje vendosni të dhënat dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit, Skypeit apo dhe nëpërmjet emailit. Për ju që doni që në kohën që ne jemi drejt së drejt me juve, doni të dërgoni një mesazh në pyetje përgjigje. Atëherë kemi pikërisht të butonin këtu. Duke ndjekur hapat, jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejtë përgjigjen. Tani, pa humbur kohë. Fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për ju të shenjës së dashit, duket se keni disa mundësi. Ajo që është mundësia më e artë, më pozitive, është ekonomia. Dita e njëjtë është dita takimi me fatin për arsye që keni pasur mjaft çështje problematike. Keni pasur çështje që nuk i keni zgjidhur më përpara. Por vjen një moment tani që është momenti më i mirë i mundshëm mbi ndryshimet dhe stabilizimet e juaja. Është një moment gjithashtu për sa përket kohës, për sa përket momentit që ndodhin fenomenet. Në lidhje me disa takime të tjera që do të keni, një moment shumë i artë që lidhet me ndryshimin e madh dhe mundësitë të artë që vijnë. Në lidhje me çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Dem dhe me Akrep të 10 ditësh parë, është një mundësi mjaft e mirë në fushën e dashurisë, por gjithashtu ka të bëjnë dhe me një udhëtim dashurie me ujor. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Demit. Çfarë ndodh me shenjën e Demit? Shenja e Demit në një anë na mundson dhe na tregon gjëra që duhen rregulluar, stabilizuar. Mundësi dhe periudhën e duhur në ekonomi. Mbi disa ndryshime që do të kenë tani tutje, ndryshime mjaft pozitive dhe çështje konkrete, sepse duke pasur parasysh ekonominë, duke pasur parasysh disa vendime që mund të merrni, janë vendime mjaft të mira, që lidhet me ekonominë dhe stabilizimin e saj. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor dhe me luan, duket se ka mjaft ndryshime dhe bisedime mjaft të rëndësishme. Në çështjet shpirtërore, bashkim familjar është me bricjap të ditësh parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për sa përket binjakëve, meqenëse binjakët kanë një ndikim shumë të madh, sepse jo për arsye të problematikave apo të ndryshimeve, por ka të bëjnë me disa ndryshime shumë të mëdha në fushën e karrierës dhe në fushën e biznesit. Në fushën e biznesit sidomos kanë një mundësi shumë të mirë, sepse duke zgjidhur çështje problematike ose gjëra të tjera që do të vinë tani e tutje, keni mjaft mundësi. Kohën e lidhje me punën, lidhje me karrierën, lidhje me ndryshimin e madh që vjen tani e tutje, është momenti juaj më pozitiv dhe më korrekt. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujor të 10 ditësh parë, me shigjetar të 10 ditësh tretë që është perfektja, por një udhëtim gëzimi, një udhëtim ideal ka të bëjnë shumë me peshore të 10 ditësh parë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë gaforja. Për sa përket gaforeve, meqenëse juve të shenjës së gafores keni, nëse flasim si çështje të rëndësishme, mbi financat që juve keni ose mbi takimet që bëni takimet të një pasnjëshme ekonomike, lidhje me çështje financiare,
biznese të rëndësishme, i keni të gjitha mundësitë për bërë zgjedhjen e duhur në fushën ekonomike, për bërë zgjedhjen e duhur në lidhje me gjërat që lidhen me dashurinë, me ecurinë e punës dhe të karrierës, por gjithashtu edhe një ndryshim i papritur mund të ndikojë tani e tutje në ndikimin tuaj, në favorizimin tuaj, që është periudha, është koha e artë për zgjidhur problemet. Një problem i vogël keni pasur në ekonomi e zgjidhni sot, sepse është një ditë shumë e mirë kjo ditë, ku dita e mërkurit zakonisht e mërkurë e njëjtë e premtja ka ndikime shumë të mira, por meqense ka filluar që dje mas ditëve, sepse ka qenë ditë e mërkurë, ka një mundësi për gaforet për këtë ditë e njëjtë, që është mundësia shumë e mirë për juve për zgjidhur problemet të së shkuarës në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me ujor dhe me akrep duke të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë luani. Për sa përket luanëve, luanët duket se jo si ditë e njëjtë si e them unë, po kjo është diçka shumë e madhe për sa përket rritjes ekonomike, një kontratë shumë e rëndësishme që rregullohet tani e tutje, ku juve keni mundësi xhanëm, se nuk e diskutoj, nuk e vën dyshim për një mijë arsye ekonomike financiare, për gjëra që do të keni, për momente që do të vinë. Por në çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, këtu kërkohet pak vëmendje nëse juve keni mundësinë ose doni të bëni disa zgjidhje të duhura në ekonominë tuaj, po është e mundur me ujor, me dem, me shigjetar. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë virgjëresha. Me virgjëreshat kam shumë për të thënë, lidhje me ekonominë, lidhje me stabilizimin e tyre, sepse presin diçka të tillë, por edhe koha ka treguar që jeni me fat në gjërat që doni bëni, edhe pse periudha kërkon ndryshime, vendime, mundësi, rëndësi në ekonomi, edhe në gjërat e tjera që do të keni në vazhdimsi, por është dhe momenti juaj, koha juaj tani e tutje, sepse është momenti, është periudha, është vendime që do të merrni tani e tutje, ka të bëjnë shumë me anën e biznesit dhe jo vetëm, sepse në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dash të 10 diqit parë, me ujor të 10 diqit të tretë, mos harrojmë në këtë drejtim, sepse është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv në ndryshime të mëdha që do të keni dhe momentin e duhur në anën ekonomike financiare dhe në bizneset që do të keni. Por në dashuri lëni pak për të dëshiruar, sepse një debat që keni bërë me peshk mundon të rregulloni. Një debat që keni pasur me shigjetar të 10 diqit parë ose me binjak, është një kohë që përcaktuese në anën ekonomike financiare, do thoni juve, po ne kemi të bëjmë me dashurinë, po pse ka të bëjnë me disa gjëra të tjera, por unë them që të gjitha gjërat për ditën e sotme pikërisht është një ditë me rëndësi të veçantë në këto fusha. Nëse keni mundësinë ju ose doni që t'i rregulloni gjërat, e keni, është momenti juaj. Është periudha që juve mund të rregulloni shumë gjëra në fushën e dashurisë të ekonomisë. Prandaj bini pas, mos ma lini pas dore. Vijojmë tek shenja radhës, që do thotë peshorja. Peshorja dashura, nëse keni pasur probleme të tipit ndryshim vend pune, lëvizje nga puna, një moment që mund të keni pasur ose nuk e keni zgjidhur akoma, këto janë gjëra plotësuese, do ta thosha unë, për arsye të ekonomisë dhe të stabilizimeve të juaja, por meqense keni pasur kohën tuaj ose keni pasur disa ndryshime të vogla në fushën e biznesit, vjen një moment tani, është momenti më i mirë i mundshëm për sa i përket stabilizimit ekonomik financiar, sepse peshorët kanë këtë mundësi, ju jepet kjo mundësi, nuk e diskutoj, nuk e vën dyshim për arsyet ekonomike financiare, por dhe dashurinë e munguar. Dashuria e munguar do thotë mundësi, do thotë rëndësi në ato që bëni, sepse duke pasur parasysh peshore kafore, peshore ujor, ka ndikime shumë të mira. Mos harroni me dash se keni përballë. Kur kemi përballë ka ndikime shumë të mëdha në këto fusha. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë akrepi. Akrepi të dashur, duket se kjo periudhë është periudha juaj, është momenti juaj, nuk e vën dyshim. Për një mijë arsye, ekonomia, biznesi, karriera, ndryshimet që do vinë tani e tutje, momenti i artë që vjen drejt jush, i keni të gjitha këto, sepse do të zgjidhni çështjet e pasgjishme në probleme shumë të mëdha që keni pasur dhe vjen momenti juaj për të arritur qëllimin tuaj. Një nga mundësitë që keni dhe kohën e duhur për sa i përket ekonomisë dhe ndryshimit të madh që vjen drejt jush për arsye të biznesit dhe të karrierës, por një moment mjaft i mirë, do thoni juve si mund të argumentoj që të kemi diçka të madhe në këtë aspekt, po është e mundur, po i keni gjitha mundësitë, sepse kjo periudhë është periudha juaj, është momenti juaj
mbi çdo gjë që ju kërkoni dhe dëshironi, dhe kjo ju ndihmon në anën e financave dhe të biznesit. Dashuria me peshk është vetjeta. Vijojmë tek shenja e radhës, si do thotë shigjetari. Çfarë ndodh tek shigjetarët? Për shigjetarët mund të them shumë gjëra, por mund të veçoj ekonominë 1, dashurinë 2, lidhjet e reja të suksesshme 3. Po lidhjet e reja janë që keni pasur debate. Të debate më përpara, që keni qenë në prag fejese dhe jeni ndarë, vjen një moment tani bashkimi. Dhe kjo është e mundësishme art, por vallë dita e sotme është kaq e rëndësishme, po, sepse një gjashtkëndësh pra që ndikon jashtëmase është e veçantë në llojin e vet, ku gjashtkëndësi me Plutonin në shenjën e Ujorit, por është në shenjë zjarri sepse është në dash, juve ndikoheni pozitivisht. Dashuria duket se lidhjet afatgjatë kanë bën me shigjetar të 10 diçit parë, pra shigjetar me shigjetar të 10 diçit parë, me peshk të 10 diçit të dytë dhe me gafore të 10 diçit të tretë. Janë mundësit, koha e duhur për zgjidhur problemet. Shkojmë tek shenja e radhës. Kjo do thotë shenja e bricapëve. Për sa i përket bricapëve, meqense bricapët tani në këtë periudhë kanë disa mundësi. Dhe këto janë mundësi pozitive, sepse lidhet me karrierën, lidhet me ndryshimin e madh që juve keni, por është një moment shumë i mirë tani e tutje, edhe pse keni pasur probleme, edhe pse mund të quhet problem, por nuk e them problem unë këtë për arsye të ekonomisë ose të gjërave të tjera që do të keni, por gjithsesi kjo është një periudhë ku për juve është momenti më i mirë i mundshëm i stabilizimit, i korrektësisë suaj, se jeni shumë korrekt me ato çka doni të bëni, jeni shumë korrekt me anën e biznesit dhe të karrierës suaj. Por mirë do ishte, them unë, që nëse keni pasur probleme pune, për shembull, në orën 12, 13, 14 janë orë shumë të mira, mund të zgjidhni një problem shumë të madh, sepse bricapët e kanë edhe si mundësi, por edhe si vendimarrje. Kurse në çështje që lidhen me anën shpirtërore, me dem dhe me virgjëresh është perfektja. Dy shenja toke, ku tjetër. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë ujori. Ujorët e dashur, duket se tani ka rrokohet dhe momenti, meqense keni ditën më të mirë të mundshme juve, sepse duke pasur parasysh dielli nga shenja e dashit, ndihmon shumë në lidhje me gjashtkëndësin që bën Plutoni në shenjën tuaj, u jep dy mundësi të arta: ekonominë, stabilizimin, ndryshimin, marrjen vendime të rëndësishme dhe kohën e duhur për zgjidhur problemin tuaj. Një problem që keni pasur me ekonominë mund ta zgjidhni, ose keni qenë në rol drejtues, keni pasur debat me peshoren. Këta debate për hir të punës, mos ma lini pas dore në gjëra që ndikohen ose problematikat që ndodhin. Këta janë kalimtare, janë gjëra që sado që të lidhet ose të bëhet, është një kohë tani, një kohë që është përcakton ekonominë, përcakton vazhdimsinë, karrierën tuaj, se lidhet shumë me karrierën, por njëkohësisht edhe momenti që juve keni dhe periudhën ku ndodhin gjërat. Një nga ndryshimet që do të keni ose mundësitë arta që vijnë drejt jush është koha edhe perceptimi i gjërave të mëdha, sepse duke pasur parasysh ekonominë, duke pasur parasysh ndryshimin, vendimarrjen që keni, është momenti juaj. Kështu që ujorët e kanë mundësinë për zgjidhur problemin e punës. Kurse në dashuri, duket se me dem dhe me akrep është vetjeta. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshqit. Peshë dashur, nëse keni pasur se doni në lidhje me mundësitë që ju jepen, sepse janë disa mundësi të arta që keni në fushën ekonomike financiare, në lidhje me biznesin duket se ka diçka shumë të madhe tani për tani, pra edhe pse keni pasur disa probleme të vogla, të mund quhen probleme, por mund quhen në disa raste anën ekonomike më tepër, sepse lidhet shumë me biznesin dhe karrierën, kurse në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me shigjetarët e 10 diçit parë, me gaforet e 10 diçit të tretë, ku është mundësia dhe koha e artë në këtë aspekt, por gjithashtu mos u shqetësoni në disa takime që do të bëni tani e tutje. Është një periudhë mjaft e mirë, sepse duke pasur parasysh punën, karrierën, ndryshime, vendime të mëdha që do të keni tani e tutje, është momenti mjaft surprizues për juve, sepse lidhet me surpriza, lidhet me ndryshime të mëdha që do të keni, dhe kështu që ka një ndikim mjaft mirë dhe tepër pozitiv në vazhdimsi. Prandaj mos mu shqetësoni për gjërat vogla, por gjithsesi është kjo periudhë e artë, është periudha më e mirë e mundshme për juve, prandaj mund t'i stabilizoni. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gaforet e 10 diçit parë, me bricapët e 10 diçit të tretë është perfektja, por peshk
virgjëresh ose peshk binjak sidomos, është periudha më mirë e mundshme. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme të datës 26, ditë e enjte. Tani sa po ndahemi bashkë, unë do rrugoj edhe një herë për juve që interesoni për bashkime të rëndësishme në detaje dhe mund të jeni takime. Astrologu.al, faqja ros. Mund zgjidhni në paketën dhe pastaj flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypit. Duke klikuar tek fotoja, se si të bëni pagesën, aty pastaj gjithçka flasim në Viber, WhatsApp apo Skype. Në një rrotulla, ju uroj më të mirë dhe mundshme. Gjithë mirat.